absolutisht. Beteja është midis Zotit dhe Satanait. Kjo beteja është midis Zotit dhe Satanait dhe gjithmonë Zoti ka përfituar. Këto kanë ngritur gjini pa më marrë mua ose të tjerëve si ne pa na marrë pyetje. Mi që kemi gjithë këto diskutime që po bëhen në studio dhe jo vetëm, edhe në parlamentet dhe gjitha ne në publik. Tani ju si përkrahës e këtij ligji, a do ishte e udhës që ta orientoni çështjet, kërkoni referendum për këtë çështje? Në rast se ju jeni të bindur që kjo çështje është e rëndësishme dhe keni mbështetjen e njerëzve. Kjo është pyetja ime. Nuk e di se sa është, shiko, absolutisht jam shumë dakord me idenë e referendumit, sepse është shumë më i vërtet, më i sinqert, shkon drejt për drejt, domethënë ka shumë gjëra pozitive. Por ama, ne për fat të keq nuk kemi një edukim fillestar dhe të rëndësishëm dhe të thellë dhe të sinqert, domethënë se kemi pasur asnjëherë. Kemi të ndryshëm edukimin, jo pak. As në lidhje me gjinin, në lidhje me seksin, as në lidhje me konceptin seksual, as në lidhje me trupin e njeriut. Akoma ka nëna dhe baballar që mos e zgjerosh përgjigje pyetjes. Po pra ligji ka kalu pa transparencë, ka kalu 2 ditë të fundit. Pse nuk ushtru për referendum? Si e shikoni juve? Do e fitoni të referendumin? Me çfarë pyetje do ta bësh ti referendum? A pranohet ky ligj pra? Ky ligj. Atëherë do t'i bësh gjithë shqiptarët të njohin ligjin një herë. Po patjetër. Sepse patjetër, po pse duhet vendosin 77 persona për këtë? Sepse kanë mbështetjen e 5 vetave si puna juaj që janë mbështetës ligjit. Pse nuk ngjohet menimi shumicës? Kjo është pyetja. Ajo është shumë e nervshme, është për referendum. E nderuar drejtues e emisionit. Unë erdha i përgatitur që t'ju mbusha mendjen panelistëve që ky ligj hap gjini të reja. Po jo më çarmatosa. Sepse panelistët jo për shqiptarët është lajm i mirë. Ne e dinim. Tani shqiptarët do të dëgjojnë me gojë dhe me zë dhe me figurë nga njerëzit që po, fal, zonja tha, neve, po, ndoshta ajo vetë jo, se pranoj unë nuk e kam thënë ndonjëherë që ky ligj nuk i krijon gjinit e reja, pra nuk e ka deklaruar dhe mund të qëndroj brenda parametrave veta, por të tjerët e dim shumë mirë kanë dalë ministrit, kanë dalë deputetët, kanë dalë shoqatat, pasi miratu ligji dolën dhe thanë mos alarmoni, kanë kërkuar këtyre bashkimit evropian na mbroni, bëjnë këto ambasadorët, bëjnë statuse tash amance e pranojnë këtë dhe filluar në keqbesim politikanët e opinionin publik sipas të zonja pranoj, po ajo që duhet kuptojnë shqiptarët se çfarë pranoj zonja. Zonja pranoj, po të dilnim ne me zë me figurë të gjithë dhe të ishin të sinqert tha. Dhe atëherë shqiptarët do na hidhshin në fyt dhe nuk do i ligjin parlamentarët ta votonin. Mos i vër. Po mirë, heq figurën letrare ty. Ishte një debat intelektualisht i pandershëm. Personat që donin ka shtynin të ligj, gënjyen palët dhe minuan kundërshtarë. Që ta shuajmë disi debatin në studio kam në instinkt të kemi në lidhje live ndjes. Një sekondësh atë. Është vështirë të menaxhoj sot. Lidhje me atë që ju thatë tre. Çfarë kuptoni ju me gjinit të reja? Gjinit e reja? Po, çfarë kuptoni juve? Kush frika dhe çfarë kuptoni? Se kuptoj unë. Do të shkojmë në literaturën. Mos na shkoni shumë gjatë se kam të ftuar një ditë në lidhje Të flasim për realitetin tonë, mos flasim për problemet e Amerikës. Identiteti gjinor i zhvilluar mbas viteve 50, Simon de Beauvoir, John Money. Jo, identiteti gjinor si term nuk ka konsensus nuk ka ekzistim. Po mirë pra, tani që në antikiteti ke rolet aktive dhe pasive në aspektin maskullor. Ti e përcakton vetë gjinin. Nuk duhet part seksi tani si një... Jo, për te binarës, për te burr grua, që do të thotë ti mund t'i vësh një emër si të duash ti. Dhe mund t'i vësh emrin X, Y, mund t'i vësh emrin A gjinor, mund t'i vësh emrin Aesto gender, Affecto gender, Alexis gender, Alicius gender, Amar gender, Abel gender. Të do jenë mundësi që një shqiptar nëse do mund ta quajë veten e tij që ka ne do të sqarojmë ne si shqiptarë pranojmë të gjitha. A keni dëgjuar ju identitet gjinor që ka 3 gjinit një person në Maqedoni ku ka shumë fetar dhe jam në fugon aty, po një polici mua, po frika dhe më rregullora dhe unë rrezikoj dhe të dhunohem me fugon. Unë shkoj në bank dhe ajo thot qa je ti?
ti mund të jesh e maskuar. Prandaj duhet Ai legjitimon ligji tani që Ju lutem, zonja dhe zotëri. Tani do bëjmë një pushim të shkurtër në studio sepse dua të ftoj